Mirë dita, mirë se erdhët në podcast Labirint në Tru. Jemi në episodin e fundit të podcast Labirint në Tru. Falenderojmë gjithë ata që na kanë mbështetur, që janë shumë, po doj themi në fund të emisionit. Falenderojmë Top Albania Radio, ka qenë një podcast i jashtëzakonshëm, me të ftuar të jashtëzakonshëm dhe me të ftuar që kanë lënë gjurmë në historinë shqiptare dhe jo vetëm. Denisa? Përshëndetje Gjoj, përshëndetje për të gjithë ju shikues të nderuar. Gjoj, ka qenë vërtet një eksperiencë e jashtëzakonshme. Ky rrugëtim dhe kjo eksperiencë ishte fantastike për krahte. Faleminderit që ma bëra akoma dhe më të bukur. Faleminderit ti sepse ke qenë një vajzë speciale që më ke përmbushur, një vajzë arsimuar, e mençur, e ndritur në çdo pikpamje. Gjithë labirintet e trurit tënd i ke vënë në shërbim të podcast Labirint në Tru. Faleminderit nga zemra. Mirënjohje për ty dhe për mënyrën se si ke punuar për podcast Labirint në Tru në Top Albania Radio. I vlerësoj shumë të gjitha fjalët. Kënaqësia është shumë e madhe vërtet të punosh për krahte dhe puna është akoma më e thjeshtë dhe nuk ndjehet. Tani kemi të ftuar sot Denisa? Sot kemi një të ftuar shumë speciale, një mikeshën tonë të mrekullueshme, Merita Merja, që të gjithë vajzat e njohin. Merita është ajo kuratorja e imazhit tonë në ekran. Ajo fshihet pas çdo vajze të bukur që ne shohim në ekranet tona dhe jo vetëm në ekranet shqiptare, por dhe përtej kufijve shqiptar. Merita, mirë se erdhe. Dhe Meritën nuk e kemi ftuar vetëm si kuratore, por e kemi ftuar si vajzë, si grua, si nënë, si një sipërmarrëse shumë e suksesshme dhe si një zë shumë i fuqishëm për vajzat dhe gratë jashtë kufive të Shqipërisë. Mirë se erdhe Mikesha ime. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë. Është kënaqësi shumë e madhe Gjoj që ti jem përballë teje, sepse gjithmonë ti ke qenë një grua inspiruese për mua. Fal teje unë kam mësuar shumë gjëra në jetën time, edhe pse jemi mikesha prej vitesh, unë gjithmonë inspirohem nga ti, nga fuqia jote, nga mbështetja jote, nga pozitiviteti jot, edhe jam shumë mirënjohëse që jam sot përballë jush, edhe përballë kësaj bukuroshes. Mirë se erdhe Merita. Mirë se ju gjeta. Pra Merita nuk është vetëm një sipërmarrëse, është make-up artiste, dizajnere. Merita, si është të punosh me vajzat e bukura në ekran? Të punosh me vajzat e bukura në radhë të parë është kënaqësi shumë e madhe. Se gjithmonë kur ti shikon një vajzë aq të bukur, aq të kompletuar, ti nuk ke nevojë shumë të eksplorosh të make-upi ose tek fustanet, tek të gjitha ose tek nuset, nuk ke nevojë shumë të eksplorosh, sepse ja ka fal Zoti bukurinë. Po për mua është e bukur në mënyrën e të sjellurit. Patjetër. Nuk po flasim vetëm për pamjen fizike, por edhe për vlerat që vajzat përçojnë. Patjetër, nëse një vajzë është e bukur, është puna bëhet dhe më e lehtë, por nëse një vajzë është edhe e shpreh atë talentin e vet, duke biseduar me mua, e duke thënë që dëgjoj se un kam besim te ti, edhe nuk kam nevojë fare, mund të bësh gjithçka. Ajo ta lën në dorë dhe un mund ta bëj mund ta shpreh talentin edhe më mirë. Merita, këtë ke treguar më së miri sepse shumë revista prestigjioze dhe botërore kanë shkruar për ty, por ne më tepër se për të parë për mënyrën se si ti e kuron një vajzë të bukur ose një vajzë që martohet në ditën e saj të dashurisë dhe të ditën e saj më të ndjeshme në jetë, ne duam të dim kush kanë qenë 3 labirintet e jetës tënde që ti nuk i ke zbërthyer në asnjë emision tjetër. Ne e dim që shpesh të kanë ftuar labirintet, po themi ato vështirësitë e mëdha, ato që ti t'inspirosh vajza dhe gra që mos të dorëzohen. Ky është mesazhi që ka kryesisht Labirint në Tru. E kuptoj. Gjoj, të them se gjatë rrugtimit tim kam aq shumë gjëra për të thënë që ndoshta me një emision nuk i themi dot, të duhen orë të tëra. Sigurisht. Po duke, ne do themi thelbin. Yes, duke menduar se sa sakrifica, duke menduar se sa kam sakrifikuar për të arritur këtu ku jam, edhe akoma nuk e ndjej veten të përmbushur aty ku duhet, sepse çdo ditë neve avullojmë edhe më shumë, duke punuar, duke kërkuar sa më shumë, por të flas për veten time, për shumë njerëz që më njohin e dinë që ka qenë një rrugtim shumë i vështirë, sepse unë gjithmonë kam qenë e vetme, pa një mbështetje, që do thotë pa një partner, kam rritur një djalë që jam divorcuar shumë e re, kam rritur një djalë dhe fal fuqisë
femrës, si jemi ne femrat që nuk dorëzohemi kurrë. Jam munduar në çdo çast që të bëj të pamundur për fëmijën tim, për familjen time, që tashmë ju e dini, jo vetëm fëmia im, por është mami im, janë njerëz të familjes time, që un kam përgjegjësi të mëdha dhe gjithmonë kam menduar, edhe kam ecur një hap para, kam menduar që jam dorëzuar, i kam thënë vetes show se ti nuk dorëzohesh kurrë, kam pas aq shumë sakrifica në jetë që kur i shikoj femrat që thonë, o jam lodhur, o se bëj dot këtë, o s'mund ta kaloj këtë pozitë që më ka rënë tani, unë çuditem edhe i them gjithmonë, unë nuk e di si nuk inspiroj ju të vajzat, të gratë që vuajnë aq shumë. Për shembull, më merrni shembull mua, unë kam filluar shumë re në rrugtimin në parukëri, kam qenë shumë e vogël, edhe nuk është se isha e talentuar, isha nga një kurs 1 vjeçar, edhe fillova rrugtimin tim me aq sa dija, duke i dhënë vetbesim vetes, edhe fal gjithë atyre që më kanë rrethuar, dhe më kanë dhënë vetbesim për të ngritur, sepse edhe fal gjithë klientëve që mua më kanë vlerësuar punën, ashtu siç e dija në fillimet e para të hapet e mia, sepse kishte momente që unë isha dhe e vogël edhe u friksoja, do thoja, oh my god, unë se bëj dot këtë, si do ta bëj? Prap thoja, hajt se ti e bën. Edhe kisha njerëz shumë pozitiv rreth vetes që më thonin, po ti je shumë mirë, je talentuar, pse friksohesh, se isha shumë e vogël. Pra së pari ti ke motivuar veten, pastaj patjetër, sepse realisht në atë kohë, kur isha aq e vogël, nuk kisha shumë njerëz pozitiv rreth vetes, jo që nuk kisha njerëz, po isha nga një divorc i sapo e divorcuar, edhe e mora guximin të bëja edhe një herë kursin e parukërisë, edhe të filloja nuk kisha as shoqëri të zgjeruar, nuk kisha as njerëzit që të ishin në atë nivelin asaj që kërkoja unë, më shumë më shtynin mbrapsht, po jo ti je vogël, ti s'do e bësh dot, qëndro, merre veten pak, si je shumë e dërmuar nga një martesë dhe dështuar, edhe unë vetëm këmbguljen time kam arritur gjithsesi, edhe fal gjithë atyre që më kanë mbështetur, gjithë vajzave, gjithë grave, gjithë atyre klientëve të mia që më kanë, unë mendoj që ato çdo ditë më shumë më kanë ngritur nga pak si thon, sepse e vetëm aty asnjëherë nuk ngrihesh. Pra, edhe ti ke inspiruar, por edhe ty të kanë inspiruar. Patjetër që po. Patjetër që po. Edhe fal vajzave, domethënë që nuk dua që ta përmend edhe këtu te ti që do thuash ti është vajza juaj. Unë ka qenë kënaqësia më e madhe kur kam filluar fustanet para 12 viteve. Që kisha Aurela Marashin, që është një nga femrat më të bukura për mua në Shqipëri e kudo. Për syrin tim në Shqipëri e në Europë kudo. Daj do jeti në mendimet ty Verita. Po, edhe aty kam kuptuar që çdo sakrificë vlen. Kur bëra koleksionin e parë të fustanëve në Seris, edhe thoja, ama vetëm Oriola duhet mi veshë këtë fustane. Tani nuk duam fare të bëjmë reklamën as fustaneve as të Oriolës, sepse është podcasti Labrin Vitru Gjoja. Okej. Kemi edhe dy pyetje të tjera për t'ju përgjigjur. Okej. Jam shumë strikte sepse dua vetëm për jetën tënde. Nuk fare, nuk do futemi fare te biznesi as te Oriola as te vajzat e bukura. Ajo që më intereson mua, kush ka qenë marrëdhënia jote me djalin tënd dhe ne në emisione tjera kemi pasur një rubrik këshilla për nënat që rrisin fëmijët e vetme. Sa herë ke hasur vështirësi, sa herë ke thënë që unë nuk ja dal të arrisë vetme, unë do dorëzohem, unë nuk mundem t'i plotësoj çdo dëshirë këtij fëmije, nuk mundem të arsimoj, dhe unë e di fort mirë që ti nga Shqipëria je larguar vetëm që të mirë arsimosh djalin tënd. Te kjo pjesë mua më intereson më shumë se sa te biznesi, sepse për kjo është më e rëndësishme se gjithçka që të njohin të gjithë. Kjo është më e rëndësishme se dhe jeta jote private na intereson më shumë se gjithçka tjetër. Më e rëndësishme se gjithçka, fëmia është dhe familja. Këtu ke të drejtë dhe për mua, domethënë normalisht se gjithë nënat ka qenë një sakrificë shumë e madhe, se djali im ka qenë vetëm 8 vjeç kur unë jam divorcuar, edhe ka qenë një sakrificë shumë e madhe që unë të punoja non stop për të arsimuar, për të plotësuar kushtet, fal dhe familjes time, babit tim, familjes time, po u mundova me gjithë sakrificat e mia për të bërë të pamundën ta shkolloj, edhe ka desh Zoti që unë kam pas ideal shumë të mbar. Kjo ka qenë një nga arsyet që mua ndoshta edhe më ka bërë pak më të fortë, ka qenë një ideal i shumë i kulturuar, edhe kur nuk më ka krijuar probleme që unë të shkoj në atë vështirësi që s'mundja dal dot për arsye të fëmisë, absolutisht jo. Unë kam punuar me mish e me shpirt për të arritur fëmijën e familjen time, por jo që të kem probleme nga djali, edhe arsyeja pse jam larguar nga Shqipëria, nuk jam larguar 100% edhe në Shqipëri edhe në Dubai. Kjo është arsyeja që fëmia im të iki larg, jo që vendin tonë e duam, absolutisht po sa më larg. Po ke menduar për një të ardhmë ndoshta më të mirë. Po.
Mirë Merita. Jam shumë e lumtur se tek Merita ne shohim vërtet modelin e nënës shembullore, e gruas së hekur shqiptare me shumë dëshirë për të ecur përpara, me shumë ambicie, me shumë vullnet dhe përkushtim. Prandaj pra Denisa e lidhëm këtë temë më shumë me djalin, me familjen. Unë e njoh fare mirë jetën e Meritës që ajo kontribon për prindrit, për vëllezërit, për motrën, për djalin. Kush janë disa këshilla që do ju jepje mikeshave të tua se si të rrisin një djalë model në shoqëri dhe se si mos të dërzohen kur djali shpeshherë ose vajza të bën veprime që ti nuk do i dëshiroje, sepse jo çdo fëmijë është perfekt, E kuptoj, patjetër. Ka momente që çdo prind mërzitet me fëmijën e vet, dua ta arrish këtë, pse e bëre këtë, po jo pse se bëre këtë. Është normale, se asgjë nuk shkon vaj në çdo familje, absolutisht. Ne jemi tani në një periudhë të nxehtë që fillon pothuajse ka filluar plazhi, se jemi në qershor. Dhe këshillat e tua se si duhet merren gjatë verës me fëmijët do ishin shumë të vlefshme, Merita. Unë mendoj që sakrifica më e madhe për fëmijët është koha, për kushtimi, në qoftë se ti nuk kujdesesh për një fëmijë, fëmia im tani është i rritur, po unë si një nan, unë gjithmonë kam qenë një nan shumë e përkushtuar, edhe ai shpeshherë më thot pse më telefonon. Unë jam një nan shumë e fiksuar, duhet të di çdo hap ku jetë, çfarë po bën, tani djali im është shumë i rritur, edhe nuk mund t'i kërkosh të kërkesë llogarie, por mendoj që koha është shumë e vlefshme për fëmijët. Këtë gjë e kam kuptuar mbase jam larguar në Dubai, që largova fëmin tim nga Shqipëria, e kam kuptuar që nuk e kisha pasur kohën e mjaftueshme në Shqipëri për djalin tim, sepse nga mëngjesi në darkë punoja, sakrifikoja pafund, edhe nuk kisha kohë mjaftueshëm të ulem të ha një drek ose të ha një darkë me djalin tim. Dhe bashkë bisedosh, pra bashkë bisedimi është gjë e rëndësishme. Në moment që në darkë unë shkoja në shtëpi, kisha nevojë për qetësi se isha e lodhur, ai mund të dilte me shok. Kurse në aty ku jemi tani, nuk e di, më ka ndryshuar jeta totalisht sepse jam shumë afër me atë, jemi bërë si shok, si vllai motër, si shok, jemi bërë, flasim, komunikojmë, edhe më është mbushur shpirti plot, edhe aty po i thoja një ditë, nga ky vendi këtu nuk mora ndonjë gjë shumë të madhe, po mora atë që unë prej kohësh doja që ta kisha çdo ditë afër meje, të kisha ty, pra rrita një djalë të mirë dhe edukova, sepse në fund ditës as i nënë e suksesshme nëse nuk ka fëmijën e lumtur nuk do jetë e lumtur. Absolutisht. Ne për fëmijët punojmë, ne për fëmijët sakrifikojmë, edhe nëse ne syri jo nuk e sheh fëmijën e gëzuar, ne s'kemi gëzim, absolutisht po. Edhe një gjë tjetër, Joy, që më ka ngelur, domethënë se më bëre 3 pyetje. Të thash për të folur unë për jetën e tretë, kush është? Labirinti i tretë. Të thash të flasëm për jetën time, më duhet një kohë shumë gjatë. Po ti ka shkruar një libër, kështu që unë e di që ti së shpejti do nxjerrësh atë libër. Pengu më i madh i jetës time është babi. Se babi është larguar i ri. Babi im ka vdekur shumë i ri dhe ai është pengu më i madh i jetës time. Këtë e them me shpirt, e din. Pse e ke këtë peng, Merita? Sepse në momentet më të vështira të jetës time, më falni, momentet më të vështira të jetës time, unë vetëm babin kisha në atë momente në krah që më suportonte, sepse familja ime ishte paksa e ke parasysh të mbyllur, pak më fanatik, po prit se ti u martove shumë e vogël, tani do fillosh jetën tënde prapë je e vogël për të filluar nga fillimi vetëm babi im më ka përkrahur në çdo hap të jetës time. A mendon se është krenar nga qielli për ty? Ai është super krenar. Edhe unë mendoj që është shumë krenar sepse ne që të njohim nga afër e dim se çfarë shpirti të madh që ke. Do doja shumë që ai të ishte domethënë pranë meje në këto çaste, të shikonte djalin tim, të shikonte fëmijët e motrës time, të shikonte edhe të shikonte karrierën time, ecjet e mia, dhe e di që ai më shikon nga lart, është shumë krenar për mua, sepse më ka treguar me fakte parë se babi im të vdiste, kishte ndier diçka, edhe më thoshte gjithmonë, unë nuk kam asnjë problem, unë nuk do mendoj mbrapa, nuk ikim me kokë mbrapa, sepse të kam ty që do kujdesesh për gjithë familjen. Edhe kjo i thoshë mbushi çfarë po thua, se kjo nuk është e drejtë, edhe më ka ngelur peng në zemër, edhe gjithmonë mundohem që të bëj. Dhe ti përpiqesh të çosh në vend amanetin e tij. Edhe ja kam çuar. Nuk kam asnjë pishman, ja kam çuar, edhe më shumë se sa ai kishte peng në zemër. Edhe e di që ai është shumë krenar për mua. Merita, e sa e vështirë është për një nënë të jetë një sipërmarrëse e suksesshme, të rrisë një familje të shëndetshme, të kujdeset për nënën, për motrën, për një fëmijë. E dim, të gjithë e dim që është shumë e vështirë, sepse do sakrifikosh shumë që ti të mundohesh të plotësosh kushtet një nëne që e ke paksa të smurë,
ose një familje që dihet se në Shqipëri jo të gjithë mund të punojnë e mund të kenë të ardhurat mjaftueshme, edhe ajo që unë ndjej shpirtërisht është që unë të punoj, të luftoj shumë për familjen time, për mamin tim, për motrën, për fëmijët e motrës, për njerëzit e zemrës time, për djalin tim, por është shumë e vështirë, Merita, është shumë e mbaje bukur. pak sepse kemi publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë me Merita Merja në podcast Labirint në Tru. Okej. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Ja rikthehemi sërish me zonjën Merita Merja në intervistën tonë shumë të këndshme. Do të gjej pak rastin edhe të falenderojmë sponsorët tanë shumë të veçantë. Faleminderit Global Fael, faleminderit Banner Prefab, faleminderit Maniflex, faleminderit Enzo Atini. Faleminderit që na mundsuar që të zhvillojmë një podcast të shkëlqyer. Edhe për të rikthyer sërish tek intervista me zonjën Merita Merja. Merita, do kisha shumë dëshirë të unë faktikisht kam dëgjuar për të gjithë sukseset e tua. Si ka qenë puna në Emiratet e Bashkuara Arabe, apo cila është një nga sfilatat të cilën do të përmendje më së shumti, e cila ka spikatur për ju gjatë karrierës suaj? Të them realitetin, unë nga momenti që kam ikur në Dubai, nuk kam pritur që të jem kjo që jam sot. Jo që kam arritur në gjë të madhe, Ke arritur por je modeste, ke arritur, realisht jam kjo që jam, kam arritur atë që jam shumë e vlerësuar nga njerëzit, kjo është gjë shumë e madhe, edhe ajo që më ka bërë shumë përshtypje është që në një kohë shumë të shkuartër, njerëzit atje në Dubai e kanë vlerësuar shumë punën time, njerëzit që janë njerëzit më të famshëm të Dubait, edhe të gjitha sfilatet që keni parë ju u bën mbi 3 sfilata që më kanë organizuar në Dubai. Të gjitha kanë qenë të organizuar nga kompani prestigjioze, që domethënë edhe unë vetë kam ngelur e shokuar nga një mbështetje aq e madhe, që unë 15 vite në Tiranë nuk kam gjetur një mbështetje siç e kam gjetur atje. Të them unë jam gjithmonë realiste. Unë nuk mund të flas një gjë që s'është. Unë në Dubai të gjitha sfilatet që kam bërë mi kanë organizuar kompani të mëdha, edhe kam ngelur e shokuar, domethënë nga vlerësimi, nga organizimi, nga të gjitha, edhe fal Zotit, unë tani jam shumë mirë, edhe ndihem mirë me këtë vlerësim atje, pavarësisht se ne duam vendin tonë, e dua dhe vendin tim këtu, s'dua ta lë kurrë këtë punë këtu, po dhe atje ka të mirat e veta. Merita, mua më shqetëson një gjë, të cilën gjej rastin sot dhe do doja patjetër që t'ishe shumë realiste. Atë ka dhëmbur, atë ka shqetësuar dhe atë ka krijuar probleme shpeshherë, bullizimi, anatemimi dhe stigmatizimi i vajzave dhe këngëtarëve shqiptare që shkojnë në Dubai. Pra pse është kthyer Dubai në një emër të keq. Në një emër të keq, ndërkohë që është e kundërta në fakt. Do flasim pak për këtë temën. Është shumë e çuditshme. Normalisht unë e di që edhe këtu flasin, të bullizojnë, çfarë nuk bëjnë, sepse ti e di shumë mirë që mua në jetë janë munduar shumë. Unë mundohem të ngritem, njerëzit mundohen, disa më kanë ngritur shumë, disa njerëz janë munduar të më shtyjnë. Por unë di të them që po flas për në Dubai, okay, për në Shqipëri, po flas për në Dubai, më vjen shumë çudi. Mbase kanë mungesë informacioni që është gjithë kjo dyndje, absolutisht po, të gjithë ato që flasin, absolutisht po, të gjithë këto që flasin kanë mungesë informacioni, sepse ndoshta edhe kur nuk kanë shkelur në Dubai, sepse një herë të shkelësh në Dubai, ti do ndryshosh mendim totalisht. Pse do thuash ti? Un kam 4 vite atje, shkoj e vin Shqipëri edhe në Dubai, kam 4 vite, sytë e mi nuk kanë pa njëherë një gjë që të bëj përshtyp, paskin të drejt njerëzit, jo, absolutisht jo. 4 vite unë kam ndryshuar një mendim. Pra është një vend me rregulla të qarta, me rregull që asnjë një vend të botës nuk e gjej rregullat. Edhe po flasim pikërisht për vendasit arab, që thonë jo po shkojnë vajzat e reja, po shkojnë modelet, jo po shkojnë kjo, absolutisht jo. Ato janë njerëzit më të kulturuar në botë. Nëse ti ulesh në një restorant ose në një kafe, ti shikon një ndryshim, të thua si është e mundur që njerëzit flasin kështu. Ato janë njerëz shumë të kulturuar, po flasim që aq sa ka pasyrim. Ato s'din të shikojnë një herë në sy, ato s'din të flasin një herë, ato s'të shikojnë drejt në sy. Ne na vjen mirë që na qartësove këtë element. Jo, kjo është shumë e qartë dhe mua më vjen shumë keq që mundohen ti njollosin vajzat tona, sepse nuk është këngëtarët që shkojnë në Dubai. Këngëtarët, un kam parë vajza, këngëtare, kam parë shumë vajza që vinë në Dubai kanë frikë të hedhin një post, sepse Dubai ka emrin e keq. Absolutisht jo. Kjo nuk e di pse njerëzit
e ngushtojnë shpirtin. Kanë frikë të hedhin një Kanë post, frikë të po. hedhin një post sepse do më gjykojnë se jemi në Dubai. Unë mendoj që njerëzit do të jetë shpirt i lirë, të bëjë atë që do, nëse ti ndjen shpirtin tënd dhe mungesë liri mendimi mendoj. Po Gjoj, të njëjtin mendim me Meritën, mendoj që është një vend që femra vlerësohet me një përkushtim maksimal, është vazhdimisht femra shumë të trajtuara dhe shumë të bukura dhe fizikisht shumë të mbajtura, përveçse se është dhe një vend shumë i sigurt dhe shumë i qetë. Dhe Merita e di më së miri këtë fakt, duke qenë se ka provuar të jetoj për një kohë të gjatë. Na mjafton informacioni që na dhe, për gjithë ata që nuk kanë info të plot, le ta vizitojnë ata që kanë mundësi ekonomike. Patjetër. Edhe kjo situata tani që thonë është bërë situata shumë e vështirë, edhe mendoj që për këtë pjesë. Edhe për këtë pjesë mendoj. Lufta ende s'ka mbaruar. Ndoshta mes dy vendeve Amerikë dhe Iran për aq sa kam informacion mund të ketë paqe në një moment të caktuar, por çfarë ka ndodhur atje? Janë larguar njerëzit, a kanë pasur frikë? Po, për aq sa kam informacion unë, për aq sa kam parë unë, domethënë, edhe kjo si gjithë këto shpikjet. A dëmtoja ekonominë shumë. Ekonominë normalisht njerëz janë larguar, të them realitetin, njerëzit janë larguar, sepse në momentet e para të gjithë e morëm një gjë spontane që s'kishte lidhje me Dubai, po duke parë çdo ditë që po ndodhin gjëra të vogla, jo gjëra të mëdha, si e egzagjerojnë këto, nuk është asgjë e vërtetë. Çfarë shikojmë në portale asgjë s'është e vërtetë, sepse un kam parë që i kanë hedhur atë Burj Khalifa në ajër, s'ka shanse. Nuk s'ka mundësi, domethënë, këto janë gjithë videot e sajuara. Mos besoni çfarë shihni në rrjetet sociale. Aty është vendi më i sigurt në botë. E them me plot bindje, e dashuroj atë vend, sepse ndjen një qetësi. Vendi i hapur dhe thua që unë e dashuroj atë vend dhe atë vend. Nuk kam frikë ta them. Nuk ke frikë. Absolutisht. Dhe nuk ke droje që të ti të hedhësh postim dhe thua që unë kam ndërtuar një biznes suksesshëm aty. Po, e di kush është arsyeja par Gjoj, sepse aty kam ndjenjë një siguri të papar. Siguri shpirtërore, siguri ekonomike, siguri kudo në punë, kudo. Edhe kjo më ka bërë që ta dua atë vend, pavarësisht se ti e din, unë jam rritur, biznesi im është rritur këtu në Shqipëri, unë jam rritur nga njerëzit në Shqipëri. Mos isha rritur fizikisht edhe profesionalisht në vendin tim s'do isha sot atje ku jam unë. Pse jam rritur profesionalisht këtu në vendin tim, kam meritat e mia dhe atje ku jam fal punës time. Por siguria atje më ka bërë që të jem dhe më e qetë. Ti ke meritat jashtëzakonshme sepse je një vajzë e mirë për nënën, për motrën, për familjen, për mikeshat dhe nuk e harron Shqipërinë. Domethënë kthehesh her pas here dhe unë ta di shpirtin sepse unë kam bërë disa aktivitete bamirësie në Shqipëri, ku ti ke qenë mbështetësja kryesore e aktiviteteve të bamirësisë në Burgun e Grave, në shtëpinë e fëmijëve në Shkodër, në sigurisht tek mosha e tretë dhe unë nuk t'i harroj kurrë këtë vepra bamirësie. Faleminderit shumë. E di pse i kam bërë të gjitha këto Gjoj? Sepse e para kam ndjesh shpirtërisht, e dyta unë besoj shumë në Zot, sepse kur i shoh njerëzit të vuaj, mua më kujtojnë vujtjet e jetës time, më kujtojnë rrugtimin tim, edhe unë kam kënaqësi shumë të madhe kur mundohem të lumturoj dikë, sepse nuk e ke iden sa lumturohem unë kur dikush bën për mua. Nga që jam shumë e vuajtur edhe kam shumë dëshirë, edhe monedhën e fundit ta kem, nëse shoh dikë që s'ka të haj ose s'ka diçka, unë dua t'ja jap. E mbyllim me këtë thënie të bukur, edhe monedhën e fundit unë do e dhuroj. Faleminderit Merita që ishe në podcast Labirint në Tru, por Denisa ka një surprizë për ty tani. Faleminderit që ndave të gjitha eksperiencën e zakonshme të jetës tënde me ne. Për mua ishte shumë kënaqësi. Ezo Atini ka një surprizë, një paqë syze për ty. Faleminderit shumë. Ua, sa të bukura. Mund t'i shohësh Atini. Se mos kemi goditur në shenjë. Do jenë shumë të bukura. Kam besim sepse e kam ndjekur këtë. Edhe kam shumë besim, ja do t'i provoj tani. Faleminderit Enzo Atini që ke qenë suportues, mbështetës dhe ka dhuruar syze vazhdimisht për çdo puntat. Ua, të shkojnë, i kemi zgjedhur fiks, Enzo Atini, faleminderit. Faleminderit shumë. Janë të mrekullueshme. Kthehemi pas pak në Labirint në Tru me personazhin e ditës.